Breke pak. E këtë pjesë. Ka qenë një moment shumë i vështirë i jetës time, kur unë thjesht u theva. Ka qenë thjesht një moment shëndetësor. Ku e gjete forcën? Forca gjehet në vetvete, Linda. Jeta e një gruaje është sfiduese. Ashtu si emri i romanit, më tregon ndonjë sfidë që të ka përballur jeta, ndoshta që nuk e ke thënë deri tani. Do ta them, Linda, do ta them sinqerisht. Sfida më e madhe që më ka ndodhur është ajo pjesa që biseduam në romanin që do ta botoj tani. Romani në një farë mënyre është një roman autobiografik. Ka qenë një moment shumë i vështirë i jetës time, kur unë thjesht u theva. Ka qenë thjesht një moment shëndetësor, ashtu si e përshkruajta në romanin, mirë po unë ja arrita të ngrihem. Edhe qëllimi i romanit është që edhe shumë femra të tjera që do të arrijnë atë shkallën e fundit, domethënë të mbi jetesës, ta gjejnë forcën dhe ta arrijnë. Ku e gjete forcën? Forca gjehet në vetvete, Linda. I hap syt një moment, edhe shofish se je mbështetur mbas muri dhe nuk ke nga të shkosh më. Do të nisesh vetëm përpara, sepse jeta është e bukur, edhe ky është mesazhi që dua ta përcjell. Jeta është e bukur dhe ja vlen të jetohet. Nuk mund të jetë gjithmonë perfekte. Jeta nuk është gjithmonë perfekte. Ka edhe sfida, por ato sfida duhet të merren si mësime, sepse çdo gjë ka përcehet. Sfidat nuk duhet të na thejnë, por